marrëveshje, do të thotë ishin mirë kuptuar në mesvete që do të thotë leadershipi i reprezentimit të ditëve të sotme në sëri të pranohet edhe nga amerikanët, gjë që kjo ndodhi publikisht edhe nga zoti Trump për gjatë kohës sa ishte në Shtetet Arabe. Për të vazhduar këtë që sapo nisët, pra pikën e fundit të diskutimit që ne kemi për këtë bisedë ditën e sotshme, është nëse këto kontrata të arta të SBA-s në Arabi Saudite mund të jenë në këmbim, siç thon disa prej mediave perëndimore, të linjimit të një arme bërthamore të Arabi Saudite. Në krahun tjetër kemi Trumpin që pritet të zhvillojë bisedën telefonike me Putin dhe Zelenskin. Si shikoni në gjeopolitik, çfarë do ndodhë së shpejti? Po, zotri Trump ka arritë të bëjë diçka në mënyrën më të lehtë mundshme që një shtet, një opcionin më të lehtë mundshëm e ka zgjedh për të arritur dhe për të maksimalizuar interesin e vet shtetënor. Këtë rrugë ka marrë zotri Trump dhe rezultatet do të thotë janë evidente për interesin amerikan, po gjithashtu dhe për interesin e këtyre shteteve arabeve të cilat kanë bërë kontrata me Amerikën për biznese. Unë do të kisha thënë një gjë diçka që të ardhmen e largët do të jetë evidente se mbreti i Arabisë Saudite është gjeniu politik i ndërkombëtar i ditëve që ne jetojmë. Këtë do ta shohim, do të thotë në kohën në ditët e ardhshme, dita ditës, besoj, do ta vërtetojmë se kemi të bëjmë me një njerëz që është me një inteligjencë shumë të lartë dhe do të dëshmojmë, do të shohim një zhvillim të shtetit Arabisë Saudite dhe një reprezentim të inteligjencës mbretit arab të Arabisë Saudite, i cili do të jetë shembull për gjeneratat të tjera. Këtë besoj fuqishëm. Ku do të dalë? Ju që po më thoni këtë, në mendje keni diçka, një projekt tuaj se ku do të dalë ai? Zotri Balla, çfarë do ndodh pra në linjën e mesme? Nuk mund të shpërfaq gjithën, por në pika të shkurta do të them se Arabinë Saudite e kom përmend para se të vijë Trump do të thotë për herën e dytë para se të vijë në leadership, kam thënë se Arabia Saudite janë në regjistrimet është shembulli më i mirë i do të thotë hierarkisë internale të një shteti për një stabilitet dhe për një fuqi dhe për një jetë prosperuese të një populli brenda të një shteti. Ko marrë si shembull të funksionimit. Dhe jo rastisht. Tani, pasi erdhi Trump si lider, është pikërisht Arabia Saudite e cila mundsoi takimin e parë mes dy gjigantëve, që është Trump dhe Putin. Dhe unë nuk kam e dyshje se zotri mbreti i Arabisë Saudite ka informacione nga të gjitha anët, për të gjitha liderët dhe për të gjitha shtetet. Dhe shpresoj që këto informacione do të përdoren për të qetësuar apo për të luftuar për të arritur një paqe mes në të ardhmen për vendet të cilat kanë tendenca të shkojnë në luftrat qofshin më brutale ato nukleare. E la të hapur gjithçka me këto informacione që ju thatë, se mund të përdoren edhe për shantazh informacionet. Po nuk mendoj që për ata thash do ta përdor për qëllime të mira. Për ata thash se do ta përdor për qëllime të mira, se për shantazha nuk do të funksionon rezultati i arritjes së paqes, është e kundërta. Nëse do ta përdor në atë mënyrë, atëherë do të kemi zhvillime të tmerrshme. Por unë besoj që ai do të jetë një vend takim do të jetë pikë takuese mes shumë liderëve, të cilët do të kenë një vend të quajmë ashtu të pleshëm apo të përbashkët për të arritur në një marrëveshje për paqe në sistemin ndërkombëtar. Zotri Balla, sepse ne jetojmë në kohën e intelektit,
të cilin e quajmë imprecht, njëri imprecht, dhe çdo gjë imprecht pren, nuk qep, po pren. Dhe ne jetojmë me atë percepcion në mes vete, sepse por zotri Mbreti i Arabisë Saudite ka një inteligjencë përtej asaj që quhet të jesh vetëm mënyrë për të arritur qëllimin është të jesh imprecht. Më intriguat edhe pyetjen e fundit tani, nuk do ta bëj për Ukrainën, por tek kjo me Arabinë Saudite, raportin me Sheban, i humbur i madh, mund të themi që është Netanyahu këtu? Nuk do të thoja që është Netanyahu humbës, po sigurisht do të thotë autoriteti i tij është në rrëmje, për shkak të zhvillimeve që apo për shkak të leadershipit të mbretit të Arabisë Saudite. Dhe sigurisht do të paraqitet e tij apo fuqia e Netanyahut në sistemin ndërkombëtar është vetëm duket se është duke shkuar në hije, dhe gjithnjë më shumë leadershipi i Arabisë Saudite është i do të thotë nuk është çështje se vullnetit mbretit të Arabisë Saudite apo dikujt tjetër, po është çështje të vërteta se kanë të pashmangshme që të tregojnë, që të paraqiten ndërkombëtarisht tani për atë që ata mbajnë në vete. Zoti Kaxheri, faleminderit shumë për zbërthimin e këtij aktualiteti, jo vetëm Kosovë edhe rajon, por edhe të gjeopolitikës, duke e bërë më të thjesht për ne edhe për shikuesit tanë. Të falenderoj shumë. Zotri Bolla, faleminderit edhe për juve për ftesën edhe për t'ju përgjigjur për Nejmedin Spahiun, për të mos ju me borxh. Zotri Nejmedin Spahiu e ka mendimin e vet, është mendimi tani dita ditës më shumë edhe i izoluar, se si ai e shpjegon kombin, se si ai e definon kombin, se si është mendimi i tij i lirë, unë e respektoj, por nuk më duhet dhe nuk më hyn punë ajo asnjë, dhe si e tillë tani për ditë më shumë njerëzit po e shohin se po e izolojnë mendimin e tij, pa marrë parasysh se si pa dashur me gjyku, por kaq. Paraqitja e tij me anën serbe është një do të thotë zotri Nejmedin Spahiu është njohur sikur më shumë konservativ. Tani me paraqitjet e tilla tregon të kundërtën të asaj që është treguar, vetë deklaruar, do të thotë është një akt shumë liberal, i skajshëm, që të shkojnë dhe të takohet në ditët e sotme në forma të tilla. Ka edhe njerëz tjerë që takohen për shembull me figurën e Sheshelit, cila nuk e di se si mund të arsyetohet, po si të qoftë pa qenë liberal i skajshëm, nuk mund të ndodh apo takime të tilla. Unë të falenderoj shumë për përgjigjet e herë të fundit, por edhe për çështjet që diskutuam më lart. Faleminderit zoti Bolla, shpresoj që jam përgjigj pyetjeve tuaja dhe shpresoj që dikush të më mbaj për fjalë dhe të më thot dikur që kjo. Fakti që ne jemi duke biseduar do thotë që bisedat që kemi zhvilluar kanë qenë në këtë linjë që ju thoni, para se nëse do të qenë të kundërtën, nuk do kishim biseduar në vazhdim, por fjalët tuaja jo vetëm në Kosovë, edhe për Shqipëri edhe për raportet që ne duhet kemi mes dy vendeve, por edhe për zbërthimin e gjeopolitikës, intrigave të mëdha e luftës së madhe për interesat, fjala dhe analiza juaj ka rezultuar koherente edhe ka dalë ashtu sikur ju e keni parashikuar, ashtu sikur ju keni analizuar më saktë. Kështu që po zotri Bolla, kërkesat e Shqipërisë për bashkëpunim janë më të larta se Kosovës me Shqipërinë. Këtë dua ta them. Prej arritjes marrëveshjes që ne kemi fol për ushtrit tona në aspektin e sigurisë, kërkesat për bashkëpunim, do të thotë për hapa të më të tjeshme, të përshpejtuar për bashkëpunim dhe zhvillim, kërkesat janë shumë të mëdha nga Shqipëria dhe neglizhenca shumë e madhe nga Kosova. Kaq po ta më thon. Faleminderit. Uroj që ky mandat jetë më intensiv. Unë të falenderoj shumë. Faleminderit. Arjan Rofsenier, të uroj më të mira. Zot mirë.